أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وفهما والهدني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم Të gjitha falenderimet dhe ladrimet qofshin për të madhin Allah. Salavatet për shëndetit tona qofshin mbi të dërguarin Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wasallam, mbi ata të cilët e kanë përcjell rrugën e tij, e përcjellën dhe do ta përcjellin deri në ditën e gjykimit. Vetëm ti i patëmeta Allah, subhanak, i lartësuar mbi çdo gjë. Ne nuk dim vetëm atë sa na ka mësuar të vërtet ti Allah i gjithdijshëm dhe i urti. Sot jemi mbledh këtu në këtë shtëpi të Allahit azza wa jall për të festuar. Jemi mbledh për të shfaq gëzimet tona që na ka premtu Zoti Gjeleshar në mu se i keni dy gëzime. Një është atëherë kur e qeli iftarin, e dyta kur ta kanë Allahin azza wa jall në xhenet. Allah na mësoft ashtu qysh na ta ka takuar sot dhe i ka takuar gjithë ata që kanë agjëruar e sa bojnë iftar. Sot është iftari i madh, sepse ka lej kë muaj, elhamdulillah që Allah i na ka bërë nasib me përfundue se që është mas mirëti. Dhe ashtu që jemi të gëzueshëm sot dhe të bashkuam, inshallah Allah i na bashkan xhennet për me pas gëzimin e dytë, edhe gëzimi i dytë është me pa madhërinë e Allahit azza wa jall. A ditët tyra të shëndritura, duke e parë Zotin e tyne që duhet në Kur'an. Por para se me ja fillue me fol Bajramin që është në orën 7 diku që atëherë, pak disa udhëzime dhe përkujtime. El ilmu bi'run wal mudhakaratu dalbuha. Ditunia është punor, kurse kufja është mudhakara, përkujtim. E fusim kufën, nxirrëm pakuj. A u paku atë, ja e kokren. Do të thotë në mudhakara, me përkujtu diçka nga jetët dhe hadithet suneti i Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. Rruga jonë që duhemi ta trasojmë në hijen e Kuranit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë kam zgjedhë një temë e cila përmbon disa ajete dhe disa hadithe të pejgamberit alayhis salam që na flasin ajetet e hadithet që na ndihmojnë se si me qenë njeri i mirë, dhe ajetet edhe hadithet që na ndihmojnë si mos me qenë njeri i keq. Ato edhe kërkohet, për që ata edhe ka ardhur Kurani. Me na i sqaruat disa gjona që ndoshta janë dyshintat e na. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë el halalu bayyin wal haramu bayyin, halal
por ka në mes tyne gjona të dëshimta. Men waka fi shubhat, waka fil haram. Ai I cili bjen punë dëshimta, ka ron haram. Na I kanë mbyll të punë, do thotë haramin e dim, dhe haramin e dim, me jesë nesër dëshim të ikë për dëshimit. Ikë për dëshimit ose vetën të kanë që dhenë. Was'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Vetë në ata që dinë që kanë një profesion, për ata që s'dini. Allah I Kur'an të thëtë. Ne kemë këtë profesion. E që shpesh edhe veti I dhëmë, nasihati I përkujtojmë edhe veti për edhe juve. Ja qesëm dërmen edhe veti për edhe juve. Shumë herë edhe miku mund të kohet për ndonjë problem shëndetësisë. Dhe boa ki, e thret mikun tjetër anë, hajde se sëm bashkë bjerë. Në tensionën e diçka, kështu që. Edhe aty dëhet, edhe aty. Kam zgjedh ajetin për shembull, ajeti për sjelljen e mirë. Si të sillemi mirë, si të bëjmë mirë, edhe nëse dikush na lëndon. Si me do drejtësi, dikush që na lën onash. Do shta ndonjëherë edhe na kërcënon ose na ka bu keq. Allah Gjeleshanu po thot në Kur'an Kerim, Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Allahu ju urdhënon të jeni drejt, të bëni mirë dhe të ndihmoni të afërt. Duhet me drejtësi, po shumë herë drejtësia lidh edhe lutf me udhësi, butësi, hikme. Edhe drejtësia dën një hikme. Dhe të drejtësia dën një pjedestal të lartë të ditëmisë. Sepse ajo ndonjëherë sa duket që është e drejtë, duket diçka që edhe ma interesante. Po ju tregoj diçka, nga historia e Davudit a.s. dhe Sulejmanit. Davudit e konë gjykatës, dhe I nërë dy persone janë ankuar. Ka thonë kafsha e ti zotnisë, ma ka prish krejt mielën, që I ku mielë gjona, kopshtin. Qysh do në drejtësi kë? Thot, me paguë, qa me paguë? Thot, pja thot, këtë kafsh këtina që e ke dëmtuë. Këtë zohet kë. Thot, u kompenzuë dhe drejtësia ra që se e në moti që ashtu I biki. Sa kushta në e kafsh, aq kushta I ka atë domën që ja ka do. Mirë po qka është një luft butësie dhe urtësi dhe hikme, urtësi kur dojnë a I jashtë, kur dojnë ata dy jashtë, shohin Sulejmanin, djallin e Davudit. Qysh dojti boba? Thot dojti me drejtësit knatë që jemi. Sulejmani a.s. Kur e delë se qysh ka do boba, apo në me thot bil hikme edhe luft me urtësi e butësi, me do këtë punë, ndashta ju kish pëlqy edhe ma mirë. Thot si, thot, këtë kafsh mere ti që tu ka budon, dhe moje deri sa këtë ta mbjell të të kopshin ashtu që shka qenë, ta ngritë të ta mbjell. Dhe kur dohet ai kopsht,
që të frytet e saj të bohen, ja këthen t'i kofshën apet atina. Pas kanë diçka, shumë, edhe Zotit Gjeleshor mu i përmen këta dy pejgamber me këto dy cilësi. Njënit i ka dhonë drejtësia, po njënit tët i ka dhonë hikme, urtësia, pjedestalja me e lartë të tunisë. Jusufi a.s. Ju e dini këtë histori, këtë gjuhë shumë herë, dykon e këni harruet, dykon e këni e dini, flosën për ne, për nga merë që vllazët e kanë gjumë muno, prej gjelëzis. E marrin Jusufin, dhe ishte i ri, prej gjelëzis, se kishte caktu Zoti këta si për nga merë, si të përgjellë. Dhe e marrin edhe qesin nga jabe të lëgjumë, edhe lëgjumë, shumë komentime ndështë kanë thonë që s'ka pas ujë, po vetë fjolla gjumë është një vend ku ka ujë, ka po vladilve. Vladilve po ka mjë krejtë, po me leku e ka pështuve. Kër e kanë gjumë bunar, ka pas më mytët. Ata nuk e kanë gjumë për me më në gjallës. Atu e kanë gjumë. Ose njoni ka thonë e gjuj me diçka kape dikone edhe në ashtë ta vjen diçka edhe e merë. Zhagitet aty. Edhe vjen shpejt dikush e merë. Edhe ashtu ka ndurë. E murën e qiten bunar, e shiten të mreti, e hajde kadar, e burgosen. Krejt në hapa të drejtësis ka qenë. Gjithë kun e drejtë. Që shohem kejtë historia, të i drejti, po hujka, shumë, dhe i disa Allah e Gjeleshor mu të shpërblen dhe të ngrinë. Sa me ndoj që të dikush ka përshnua, dhe ti nuk revanshuesh, di edhe ke bu dorit, di e mirë që Allah i ka me të ngrinë, këtë stare klarë. Dhe e ka bu mre. Dhe e ka bu mre. Kër e ka bu mre, i ka shku vllaznia, ka thonë të edhe krejtë familjen, nuk ka thonë qamë keni bo, qamë keni maru e t'ju revanshu, shtë gjojnë bunore, t'ju shese, ka mujnë gjithë shka me bu. Ja u kun falë, gjithë ka i një të falë. Këtë njëjtën gjohë ka bu Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem bi Fethil Mekke, kur e ka shliru Mekën. 13 vjetë e kanë torturu, kanë mytë shurë, e kanë përzon pej Mekës. Gjenocide kanë bu. Një 3 vjetë e kanë lonë në kanë në shketin, që të koti ka përfundua dhe ujë dhe gjithë shka. Por kanë qëndruhe i palë kundër në rrotimin e Allahit azzavegjel. Dhe kër e ka shliru Mekën, nuk ka desh për vllavrasje. Idhhabu fa antum tulaqa. Shkoni se thët ju jeni të lirë. Shkoni. Edhe ata 10 vetë që thua që se u ka forë, se ka mbu krim me gjenocide, asë një se ka egzekutu. Njëmin për i tyne biletuhet, o ikë, lartë për kërë o ankuën i gruë, që nuk po kom qa me hongër, me rritë mi, ka thonë shko thuj dhe të këthejë. Ka thonë, s'kudzaj, më këthyje se më bretë, ama një shaj ka thonë. O konë deri malë, si që konë të plesë tërë kapuqin me hje, ka thonë që të dërën, deri malë, deri. O konë deri malë me hje kapuqin me hje, dhe mi thonë, dhe ka hje që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapuqin e vetë, ka thonë qaja, kuja ka quë, është vëzurë shumë dhe o këthyre. Ka qenë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
drejtësinë e ka pas, po lutf mëshiren, inshallah Zotin në ditën e gjykimit na merr me rahmetin e vet. E i del hidhrimit tina, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna rahmeti në hadith kudsi, inna rahmeti galebet gadabi, vërtet hidhrimit tim i ka dalë përpara mëshira jeme. Për me qenë njëri mirë, do të me pas edhe moral të mirë. Për me qenë njëri mirë, do të me konë edhe moralshëm. Dhe të moralin, për moralin, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Jam dërguar për të plotësuar moralin e mirë. Ka pas morale për tore, se kanë trashëguar fejnë e Ibrahimit. Feja e Ibrahimit ka qenë vetëm shariat ka dalluar diçka norma, sepse çaj Zot është, çaj Islam është i njëjti. Ashtu si çeket në Kur'an. Ai ka qenë musliman i pastër në Kur'an. Dhe ka trashëguar edhe kanë trashëguar edhe pse i kanë edhe i kanë bo ibadet, e kanë trashëguar dhe dikon. Bile hindin këto që e ka prej homëzën në bar, kur e kanë thonë, wala të znun, edhe mos boni zino, ka thonë, atë të znil hurra, ka thonë, a boni mund me bo, me ordhkua që aja që është e lirë me bo zinoa, sa atër kanë bo zinoa vetëm do që jenë kundë rëbnisha, që ka në të rrugës, rëbnisha, në mund luftës. E atër më sheftas kanë boksës. Hurra, o kanë të jaja të më buha, qafire të konë. A i vetë ka thonë, e të zmi hurra, për nga me i të lëllajse. Dhe ahlo, po moralin e, nuk është moral vetëm sa i përket onës të nderit këta djune, po e takon edhe urtësis edhe mshires. Pejgamberi aq moral të furt ka pas që kur e kam përzon s'pari herë prej Mekës, n'pari herë, dhe u shkun Taif. Kur u shkun Taif, e kanë lënë me shku deri në gjysë qytetit. Kur u shku aty, i kanë gjitë fëmijën e gratë dhe e kanë përgjokë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I ka ardhur me leku, me i thonë, ati bashkaj të dy kudra të zonë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju, innahum qawmun la ya'lamun. Ky është një popull që nuk është të ditë. Ky është një popull i padijshëm. Për me qenë më bu njeri mirë, të ndihmon Kurani, me fale, me duruhe, me pas sabër. Wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Dhe ata që falin, njerëzit, Allah i dë bamizë. Dhe ata që folin. Me gabue, është njerëzore me gabue. Krejt gabujnë. Krejt gabujnë, krejt njerëzit hatta. Wa khayrul khatta'una at-tawwabun. Më të mirët ata që gabujnë janë ata që i bjen pishmojnë. Që pendohen të Zotit qeshë.
Ebu Bekri radiallahu i ka ndihmuar një personi shumë. Dhe kur e kanë fyje qiken e tij në Aishën radiallahu anha, ka thonë kur që ti personi nuk o minimu, që shë fyje. Dhe ka zbrit Kur'an për atë fyje qëra. Nësë besa sa dhe do që ndonë militin dhe shqip alohet fyje. Ndonë militin, jo ndonë për militin sa fyje o shëra. Kur e ka zbrit Kur'an për pastërtin e saj. Dhe kur i karoj pishmuni, sahabia se kur ve hurra, hajde bro, hajde broj, ta gjëgjë pa përgjë, Allah i naru. Ka thonë Ebu Bekrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtheu e jetë. Dhe ka zbrit ajet, wal afina an nas, wallahu yuhibbul muslimin, dhe ata besimtarë të delën janë, ata që folin njerëzit, Allah i dënë pamisat. Me gabu është njerëzore, po me falë është hënore. Nga ona, nga Allah i azza wa jall, mirësia. Prej me qenë njëri mirë, do të me pasë rahmet. Do të me pasë mëshirë. Njëri pa rahmet, nuk mundet me kon njëri mirë. Mundet me kon kriminal. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi, yerhamukum man fis sama. Mëshirani ata që janë dur, ju mëshiran ai që është që mbi zotëran gjithë shka, kosmos, qiri. Këtët, ju mëshiran Allah. Ne e pa morashme, e ka por një qenë, që krejt, do shta e kemi dëgju këtë gjallje, dhe shkan e gjenë tetur. Eqë, po dënë me ngurë, shkan dhe i jep ujë. Kur jep ujë, pejgamberi na lirman se thot Allah e futin xhennet për atë shkak se dhe ja polin kotën për shkakun se ajo puni rahmet në shtos. E kur njëri ndaj shtos. Kur ti nëse bën rahmet me një shtos, ndaj njerëzve do të përgjegjë shumë me të rrë rahmeti Zotit Gjereshë. Shumë do të me posë kujdes. Nëse du me në mëshirue, Allah i azze ve gjell, të mëshirue në njerëzi. Për me qenë, për me ndihmu vetit, nga jetë dhe adi, për me qenë njëri mirë është edhe besnikëria. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la emanata lah. S'ka besim ai që nuk është i besueshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e quishin el-emin, besnik, i besashin edhe pa i orë kërë. Dhe i leshin plashkat e tyne të qmush me tajë. Edhe pasi që i ka orë kuroni, i kanë ljonë, edhe si s'kanë besue, se s'kanë besue në fejë. S'kanë besue Zotin, i ka bushek Allahi. Se nga ona e moralit e besës, shtu e maneteve, të aji kanë quë. Të aji kanë quë miru. Dhe në fond, kër aji pej meke që kanë dhe njët, ka thonë nuk muj mja morë të një.
Edhe pësi ja ka mua gjithë shkafe. Ka thonë nuk mëj, tu amanete që mi kanë lonë, unë ja lo, Aliut radiallahu anhu dhe e ka lonë, Aliun mja u këthy emanetet e tyre. Dhe dhe që kjo është, që duhet kemi kujdes, duhet kemi kujdes edhe me vetë vetën, se këtë emanet e kiem këtë trup, këta sy, këta vesh, këto duar, këto kom që përna i bërë, kë organizë, që është dhurat e me që mush me përenizë, tja këthejmë ashtë që në kajrë. Tja këthejmë këtë trup pa të shpirë qysh në e ka dhonë, kur kemi lind pasë. Kullu me uludin jule du alë të fëtëra. Shdo mi lind i pasë. Shpirti tina vesh ka pru i monë qysh heret, pa u kriju fare. Por baba dhe nona e bujnë, ja shremrojnë rrugë. E bujnë një udi ose krishter ose me gjusi, i dhujtojnë. Dhe maneti është shka, inë sema, wal basara, wal fuada, kulli ulajki kanë anë mësula. Edhe syni, edhe veshi, edhe fuad, mendja dhe zemna, ka me pas përgjithësit e Zotit që dhe shonë në nëse këndorën të Allahës. Kërujnë të sy, ta vesh, këtë nefs, këtë shpirt, që quhet fuad, këtë zemër në spiritin, në të përëm, që t'jetë e pas, jenë dytë. Rabbi la tuhzini yawma yub'athun, yawma la tanfa malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. O Zot mos unë pashna, se po të vej me amanetin tanë, me këtë rok, me këtë ndjenja, ka pun Ibrahim a.s. Mos unë pashna, kur dalë para teje, se ndoshta nuk e kumë kryu misionin e si duhet. A di që asë vlodhi, asë modhe, s'kan me bu dobi, illa men e të Allah bi kalbin salim, përveç ati që i vjen me zemër të shëndush. Për të qenë njeri mirë, duhet edhe mirësia që t'jesh i mirë dhe me vetë vetë. Men amile salihan feli nefsi. Kush bën veprat mira, i bën për vetën e tij. Ibrahimi a.s. me Ismailin e ka ndërtu qobën që për që të Ramazan që kemë, një statistike dhanët. Mas 10 dite, 24 milion besimtorë numre kanë qenë. Kjo din nuk shymet pa lehonë. Se ka garantuar Allah e azze. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Na kemi zbrit këtë Kur'an. Dhe na do ta ruajmë atë. 24 milion qohë. Dhe qatë të gjatë periudës, a më në haqës tjetë. Qka kanë thonë ta? Nuk ka thonë që kemi bu, që sa farë gjigondi. Se për atëherë ka qenë qobja, diqka, mrekullie, dhe jeti që të fërken, kur ka qenë kur, jënë halasën dhe kësaj dite. Qatë që ka rëndue Ibrahim a.s. Me kame Ibrahim është atë, dhe me i falë 2 recate, mas me kame Ibrahim. Të jenë fërken të Ibrahimi. Nuk ka thonë që kemi bo.
Po ka thonë, o Zot, pranoj këtë vepër për neve. Pranoj këtë vepër për neve. E me thonë, o Zot, për pora, me thonë se a diti për nga me që është thonë, apo do të me hi me mshirin Allahit, apo me ibadetin tanë. Ka thonë, sa ibadetin e këmë bo 14 vjetë, 50 vjetë, as këmë bo për gjë. Të të hajit e motën, një sy me ibadetin, peshaj syni, se me tonë për të marrë një sy e ibadetin të apetuj. Syni është, ta këmë nonë synin gjatë asoj ku, Andaj, edhe këta, ka thonë o Zot, të ka bel minna, o Zot, pranoj këtë vepër për njërë. Edhe në të të me thonë, jo lashta, që marova, se buna, reklama, nek, hajde për një, e qëtë, pakatër, tak. E kuela për Zotin, andaj lejgët mija për veti, lejni bagaj që jetën për gjithmonë, një sadak të vjeshme, një ditëni, dëmë latë harin që edhe masë që lëdes, përmendi kush, lutët për ty. Ajetet dhe hadithet që flasin, qysh nga një mëj Zoti mos më bo njëri i keq. Në hadithet, ajetet dhe hadithet për nga me, sënet për nga me së në dasë. Wala tadlimu anfusakum, mos e bani padrejtësi vetës juaj. Me bo me thonë Zoti pushtet. Padrejtësia me modhe është me i thonë une. Kjo fjallë une është e drejtë. Sepse shejtoni ka thonë ene, une jo maj mirë se kërë. Në ke kriju për i zjemi, ka për i lëqë. Andaj, ke kujdes me thonë une, veç une jem kësajde. Une jem kësajde, une në kryet venit, une që atje, une që ka, Allah e nërë. Veç muë që të ma kukre. Veç muë që të ma kukre. Nëjë ajo është që të se. Që të bashkë, po do të fatë me më po lakmija. Faraoni e konë qështë. Për atë qoshtje, për me rujtë frontin e vetë, e ka qytë vetën e zatë. Për me rujtë karike dhe pozitën, e ka thonë vetën e zatë. Zërë, po merë zatë jetë. Sa që tuat ne, hasë histori shumë e trishtushme, që ata besimtorë, që ka njetuar në kuën e tina, një vjet i ka pres, minë se ka po umër që pja merë dikush frutin, një vjet i ka lopë, një vjet i ka prej, një vjet i ka lopë. Dhe i ka orë kuar Musov të lejë sila me prej, dhe nëmë e vetë e ka qitë në gjëmë, patet, zuët e gjeleshon në ju, e ka quët të paloti tina, dhe ka jetuar, aty që ka thonë kërë i huaj, së është i kësajde. Po qka këtë faraon, qka ka bo? Qëfar arrogonti e ko? Sa që kur e ka qenë Musov a.s. detin me shkap me ikë i tina, dhe e ka nëzonë volë, nuk ka thonë e besaj Zëtin. Se thëtë, se të pështaj për i gjithyrit, ta një atje dhe, a betë ke thonë të besaj Zëtin, e ke lujtë, se ka menu halo që po pështaj për aty. Më të gërgotë, të lëvrite, ka pos njëraj, e ka që edhe gjishtin, po ka thonë me besaj Zëtin e kuna, e Harunit edhe Musov, dhe Harunit. Që kur dalë me i ty në dhëmë, e mëra Zëtin Musov dhe Harunit, që kjo është gjaroj. E me leku, Gjibrili a.s. më tuta të shumë, e ja futa të ujnë gëjt. Edhe,
e qurvan aton, edhe Allah Azza wa Jall së dhe kësaj dite dhe t'ja kumëru trupin e tina. Koma argumenti madh për krejt botën me qenë se kja kumëru të trupin e tina. Hëgor është zbuluar atë mumje ta qenë atë. Dhe thëtë, kjo krenesi, kjo mendjemasi ta kanë shejtonit a lejta. Dhe arogancë, di më rahat. Mos esë nduk me mendjemasi. Ka qenë me njëherë aj, Karuni që ka qenë 2 persona o duhet me abojt qesat e hamboreve tina që i ka mos me fjari. Ka thonë, në i kumë bo këtu, onë. A zote e nëndër shkem qia ka quë, e ka shkri krejt me gjithë. Me gjithë e ka shkri krejt. Dhe sot ditën e mjes përmenet, kërkon vetëm përmenet për këtë denalet, këtë humbje. Ke orën këtë botë pa përgjë, ke sënu e gjithë shka, ke me shku për i soj pa përgjë, ke mu pyët për gjithë shka. Andaj, mos e që kryët nartë, po këqyre tukën. Së më latëm Shqipin e ardi me ratë, dhe mos e për tukë, me mendjemasi. I jakun, thët, për mos me qenë njëri kesh, me ik rrenës sa më lakë, me ik rrenës. Rrena është një cilësi për cilësive, ma të mëllojat një fokër të dëftërsis. Isa a.s. Për i kam zënë se qysh të rrenë, jo vetëm personit, po të rrenë krejt dynjoja. Mojt me të gënyë dynjoja krejt. Lakmia për dynjon, mojt me të gënyë, mojt me të lonë. Në këtë buhet pa i mojt. Duke shkuar me një person me 3 cupa bukë. I soha të 3 cupa bukë. Dhe ulen një vena i kishonëve ka erë një, dhe ulen një vena thëtë ku me të dhe 3, të të loj veç 2 kërë. Jahudia ta veç 2 kërë. Mashtru si kejtë dynjohë, krejtë në dynjohë të mashtru. Dhe sa po mund po mytë zmi, Allah e në arrujt, Allah e në pusht. Dhe apetir dhe unë jam të viktima, këta jam të mytë, viktima. I viktimizun gjitha jahudje. Edhe kjo është viktimizun. Edhe veç 2 cupa bukjën, nuk jenë kontri. Dhe ka kalojnë në rrugë, e hasin në një qaj. Dhe shkon Isa a.s. me izën e Zotit, ja qëtë durët në sytë dhe ja bedhë sytë. Po është argumentin Allah që petët, a kemë 2 hukë apo 3. Sa të jo më revesh 2. E po më në kullinë Allah, po jahudi, po dhe në të lusë. Këtë botë ata shqurët, dhe e shë ti nga kësynën e dëgjohet këtë televizorin, dhe qka flitet në një media, këtë flitet në përket media dhe botës. Bua dikun gjenocedat atje në Afrikë, kush si përmenë shkritit? Hiq! Dhe është dhe i zotit ja u bjena i tërmen. Bo, e të shku këtë i bëlla. Si përmen këtë është? Sepse është në gjashme me këta, 2 statja, veç 2. Edhe po argumentin e zotit atë veç 2. Kalojnë dhe përdojnë një lëmë me kalu. Ta qysh kalojnë kjo lëmë? Sot shumë letë me mrekullit Allahit atë zemë. E kalojnë lumin e malë që është pa u lëmë fare.
të posh argumentin Allahit që e pethat sa buket, sa dyken apet. U afruan të një mal ku kesh dushk dhe i mbledhi Isa a.s. 3 tuba dushk. Dhe me izën e Zotit ta bënu ali, flori, u bon 3 vena flori. Dhe i ludhen dhe i shtenën një 3 kese. Thot, një kese për ty, një për muë, dhe një për atë që e ka hongër, thot, bukën. Thot, pasha Zotit unë e këmë hongër. E pranaj të una materiali. Pa ashe njëjtë, po thonë ma t'i kjo. Kush i ka bunë ka të thënë, Jahudijë, i ka mashtru edhe krishterë, se atër të krishterë të kumë ka motën me hongër në kunara, dhe në nëmën t'Jahudisi ka qëruë. Hajtë t'i ha une, po t'ha nëmën t'Jahudisi. Ta t'Jahudija nëmën ty, në edhe ditën e mirë, i dhe kryqalive ditën e mirë boshë. Sa unë jam, ne se po dhjetë që jam në stëmë. Unë jam ajtë dhe e o dheqë, po pa t'i hova. Djetë që ja u djeja. Dhe thot, edhe qka u bo tash, jemi të respekua që qatë bënë dyja Allah. Dhe e thot, e meri këtë trijat meri, hes me trijat dhe do plashkec, e ja shkujnë plërit të në zonet e mysin, dhe ja morin. Ata te, ishin konë 3 dëllëvergji. 3 dëllëvergji. Këtë kojtësa. Bashkujnë 2, thënë, të likvidujme i dojmë na këtë 2 apo, dhe 3 e dojmë bashkë. Të qka me bujë, thënë, nga shkëmbina do bukë, gatuna, se na po presëm se i njëmë tu. Shkona i duke gatua, thëtë pasha Zotit, dhe mja u qitë në hajlëm bukë, këtë të marë të 3 thesarë, me florinë. Këta planifikujnë ta 2, thot me mytë ata se të vjenë. Se të vjenë e mysin. Thot adin i ndojnë, po unë s'dohen, ka dalë, thot kimi një rash, edhe e hongë ta ushim. E hongë ta ushim, dhe helmuën, dhe Isa a.s. ka lërë këta kohë. Një që keme ta dhe këta 3 dhe i gjonë dikë. Kjo është atë mashtrimi dënjohës, që u rënë dënjohja. Murruha, wala ta buruha. Të të kalani për këta, po mu se rëni me drejtë e lakmim, e me hinë këtu, hesope, edhe në haram, e po e ndërtaj kullat në dhoja, se unë e zdeskor. Ajoja, murruha. Kime kaluë, wala ta buruha. Kuj kanë quë edhe do muslimat që pretendoj muslimat atje më dupaj e këta djone, do me ndonë havo, se në mëllë. Allah e rarujt, e jakime që me ndojnë që s'kanë me vdekë. Janë shumë të poshtë, shumë të këqi. I të regon një ondër, një përsen, të të poshtë një umë, të qëfar umë dhe pe, të e poshtë një luan dhe thët, duke ngo mas paratina, e poshtë një bunor tha dhe një kanap dhe unë gjitën të. Kur unë gjitën të, një kanap në fund në një qarë. Po në kanap ato janë isin 2 mejnë, njën i zi, njën i bardë. Thot, janë isën me ngrimcue, ka nupin e me rote gjorë një atje. Pa prit pa kujtua në nërë mu dështua, thot, atë në gurë, ku ishë marua e bunon dhe mjollë. Janë isa me hongër mjollë, e harrua, tha, edhe luhonin, e harrua, tha, edhe ata me të i hongër atë tha ka nupin, edhe e harrua gjopin. A thot, qëfar maneje ko kjo hongër. Thot, që e që t'ka njëk, o dënjoja. A dënjoja.
lakmia nga ajo e me ikti për i deke. Kurse ata 2 me, njën i zi, njën i borë, dita dhe nota që e honë kuhen. Shka kuha për ditë e eqë. Natë, ditë, u quë. Hini Ramazan, shkaj, kytëraj. Sa vjetë i kje, më nga i drezë, halo djalliri, aha djalliri, 60 vjetë. Allah i nërë, jo, halo ty. Ta në gjatë kleqën dhe kërë të zërë, besë më të prejkë. Dhe, po gjartë një është, gjartë një atje, të është vorri që të pretë atë, e nëse të ka bo jetë e zirës me gjinohë edhe të pretë atje, nuk të presin bashkë me selonë. Po të presin krymët, e të honë edhe kada. Për me mos me qenë njëri keq, mos përgoja. Mos me qenë njëri keq, mos përgoja, mos i mërë njerit përgoj. Oja jak do badu kum bada, dhe mos përgojeni njëni tjetër. E kum përgoju njëni. Po qatë që e kum morë në qofë, që krejtë pasonia i shkaj, se përgoje keq, janë gjatë një iftiret keqe, e akuzan për gjona më të ndypa, dhe i vup edhe shpia edhe njerëzit se lona të krejtë edhe e qërit atë qysh mu penduhet, qysh mu këthyhet, thët po kalaj është, thët qysh me abo, thët merën një astek me penja, dhe një astekën ko me penja, dhe shka një kunder edhe qëpu ato, edhe gjuj thët atë penja. E mera jastekun edhe esë për thënë edhe i gjunë penja. Kur erë thët ha qka me butash, thët shka më lidhi, thët më lidh atë veç për të ruan. Thët që kjo është përgojimi, ti mu pëndua po, veç me këthy e zarorin nuk mune shkoj. Kur nuk mune sh me këthy e mu, ashtë që shoko. Mu pëndua të zotit pënduam, që kemi përgoju e dikar. Por nëse i ahup karierën, nëse ahup nderin, nëse e vret me fjallë diçka dhe asi, dhe i ahup krejt atje që ka ndëktue, ta dish që ka nuk shëruhet ajo mo. Ti mund është me i kërkuhët zotit folje, por nuk mund është me aktu identitetin mo e qëka. Se njerëzit për të dojnë që ti në atë rëndës, dhe quen krejt, që duke e shtiti, duke përgojuë, se ka bu këto në këto në edhe i tue, dhe të mera i pitetin kërë, gjashtir është me, dhe i këni sa ma vrak përgojimi. Sa ma vrak përgojimi. Përgojimi është si me morë do me shcaft, e mi afru do të hunë së cilit. Qatë thë njëzit, të dhe i penire se e keni irë shumë të keqë. E keni irë shumë të keqë. A dhe Allah i gjereshanë unë, thët, e ju hibë e hadukum e jekule lahme hihi mejtëm të keret të mu, a dhe shërën dhe i kush me ngronë mishin e Allah dhe të dikën vërtit, këta nuk e bërë, nuk mëni me bërë. E urejni shumë, të ashtu është me marë për gujtika. Ashtu ka thonë Zotit Gjelle Gjellari Gjeresh. Për me qenë, për mos më bu njëri keq, më rujt, si që ka thonë Zotit Gjeleshari mu, vëmen ju ka shukha nefsihi të ulaj ka humër në frihu. Kush ruën nga lakmija e vetë, ata janë të shpëtuna. Lakmija ti.
thuhet në hadith, shkon me liku të të e përsutë. Njoni pa flak, e njoni i vrash në shku në ftyrë krejt, e njoni qëpë. Në hadithën. Dhe me liku në formën e inson. Dhe i thot atina që s'ka flak, thot, qka kështë dëshëru? Thot kësha dëshëru që shtë mos në konë pa flak, se krejt flak kanë një frizur me posë, një diçka me posë, se flak. Thot qe flakt, dhe me kudritin Allahit, me fuqinë Allahit ja bje flak. Thot qka dërë mo? Thot një deve, e ja jepë zëti deven, po dhe devja plej. Kalan ka një i vrasht, i ftyrë, të kura ju kësh, krejt i shëmtu. Tha qka kështë dëshurë më shumë? Tha të më pondre se këta tjerë, pak një trujë se për i të merrej njerëzit, tha ja vjen kurën dhe bën pashë. Shkon ka i verë për qka kështë dëshurë, edhe i jep një ljurë. Dhe tha, kaloj ka i verbri dhe thë qka kështë dëshëru, thë kisha dëshëru me po një enë që shruj njerëzit. Dhe ja ep me kudretin Allahit sytja që qanë të të, thët një kënë që edhe ja ep zotit një dele me plej. Dhe këta bohën të posën, ma ato qka ju dha dhe recet për Allahit dhe bohën të posën. Shkajnë formën e këtina që s'pat flak, pa flak. Thët, a bënd se janë fukare i dek, thët, me më dhonë vesh pak, thët pej. Kështë mund, deve sa dush. Jo, thët, i këmë bu me mund, edhe ashtë ka më në përgjëtësi, ka më në ase, ka me dhonë shumë. A i se ishte. Thët, o Allah, mas e më hajë, thët, dhëndin tonë, shëmtu dhe shëmtan e banë qashtë shumë. Pa pasonija, pa flake, pa gjëtë rëmet. Shkajte i dyti, i shëmtumi, thët, edhe kështë ka nësumë shëmtume, thët, kishe me ma dhonë pa, thët, prej këtu i ljapë, shka të shëmë që ka dhonë bërë që dhëtë. Jo, thët, kam, shtëna, i kam do punë, do pazore, kam me shite, kam me mdija, qa në zeqote, me zverë në punë zeqote, as ka punua i vetë, a një me kështë të bërë. Edhe që ashtu edhe malkan zëtë edhe ata. Shkon të qurë, s'qarë, kërë më shkon s'qarë. Dhe thëtë, po thëtë, jëmë kom pa sy, thëtë, dhe më ka pru zëtë i sy, thëtë nërë s'ka dush. Allah i atina jashtë. Allah i gjeleshoni, andaj, mos boni dërshtënus, mos u bëni lozën dërshtënus, se pasonia dhe rizko është dorë në Allahit. Jo, ti i me i esha, ja ati që ta. Allah ishë përblet për dhe gjithë. Allah në bot për atyne që me pas kujdes dhe nën hien e Kuronit, mund është me po një i mirë dhe nën hien e Kuronit, mund është me i për i këqijave e mos më bo njëri i keqë, i në dy. E Allah e gjeleshoni muna i shonë në pasran, e në drejtan, i jake në abudu, o i jake në stajin, e dine sëra, vetëm ty të adhërur me zërë, dhe vesëm për te ka kërë dim, andaj o Allah, e dine sëra të në mustëkim, dhe mëna që t'jem në rrugë drejtë, se ku t'jemi në rrugë drejtë, gjithat mirat të kemi, Allah e dhështë mirë.